ti, me sa kam vuri unë, jeton në tashmen. Mundohem. Po si e balancon, se si përmarrëse ne ose si përmarrës ne jena gjithmonë të menu për të ardhmen. Qa me ba ma mirë. Si e balancon këtë tokzimin, si me thonë, me jetu në tashmen? Gjulio, une kam fillu me punu diku 18-19 vjeqe. Kam pas shumë eksperienca në kompani shumë të mëdha. Edhe kam kalu shumë sfida, nga sfida familjare në sfida punet, sepse në mënyrë të vazhdueshme deri tani un kam qenë pothuajse në mbijetesë. Dhe unë mendoj që pjesa më e madhe, edhe atyre që janë duke punu, edhe atyre që fillojnë sipërmarrjen, na mësojnë me mbijetu, jo me jetu. Dhe më thonë, ti ke me ba lek ma shumë, masënej edhe ma shumë, masënej karrierë, edhe karrierë ma shumë, edhe i status ma shumë. Po kja lufta për mbijetesë të çon ty në pikën që ti mos me kenë kur prezent. Ose ti jeton ku do të thonë, okay, do ta shijoj këtë pushimin kur ta marraj këtë punën. Do ta filloj këtë gjan kur ta baj këtë tjetrën. Kja është një anë. Ana tjetër është po hash addiktit mas disa gjanave që janë të dëmshme për ty se den mu mbush nga boshllëku që ke ditën e përditshme. Dhe ton këta vinë se na nuk jena të tokzum, siç e the, se më pëlqej shprehja dhe po ta marr. Mënyra se si arrin është që duke fillu mu marr me vete dhe duke kuptu çka ka me ta më në rëndësi për ty.